Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të elementit zjarit. Vazhdojmë me Luanin. Kjo është hapje e letrave që quhet Celtic Cross dhe secila letër ka kohën e vet, si ajo aktuale, pastaj e kaluara, e ardhmja e afërt, ndikimet e rezultati e kështu me radhë. Por duke marrë secilën letër në dorë dhe duke u shpjeguar të dashur Luan, aktuale apo gjendja juaj momentale. Kjo periudhë për Luanin flet për pjekuri dhe qëndrim me dignitet. Ke arritur shumë me forcat e tua dhe më në fund po sheh frutet e punës tënde. Ke ndërtuar diçka solide të dashur Luan, një jetë më të sigurt apo jetë duke e bërë. Një stabilitet që dikur duke shumë i largët, por thellë brenda ka një ndjesi boshllëku. Sikur ke fituar shumë jashtë, por ende kërkon diçka më të thellë brenda. Mesazhi i kësaj letre: mos haro të shijosh paqen që ke ndërtuar. Suksesi nuk është vetëm fitim, por dhe qetësi shpirtërore të dashur deshër. Problemi apo sfida, një tronditje e fortë, një e vërtet e papritur, ta them kështu, apo një ndryshim i menjëhershëm ka lëkundur bazat e tua të dashur Luan. Kjo mund të ketë qenë një ndarje, një zhgënjim, apo një vendim që e ka përmbysur realitetin tënd. Edhe pse duket si fundi i çdo gjëje, kjo letër sill rilindje. Në fakt, ajo të mëson të mos mbash pas asaj që po rrëzohet, sepse gjithçka që bie tani, bie për t'u çliruar, bie për t'u rindërtuar. Këshilla e kësaj letre: mos e ndreq kullën që po bie, që po shëmbet, ndërto themele të reja, aty ku shembet iluzioni, lind e vërteta. E kaluara që ndikon në fakt dhe të tashmen apo dhe të ardhmen. Në të kaluarën ke përjetuar stabilitet, harmoni dhe ndoshta një periudhë ku gjithçka dukej në vendin e vet. Ajo kohë të ka dhënë shihen e sigurisë, por edhe standardin për çfarë do nga e ardhmja. Kjo energji e kaluar ende të ndikon, si kujtimi i asaj që ishte e bukur, por që tani po të mban peng në krahasim me atë që ke humbur. Të dashur Luan, mesazhi i kësaj letre është: mos kërko të kthehesh në atë që ishe. Përdor si kujtesë për çfarë meriton të ndërtosh sërish. E ardhmja juaj e afërt, e shpejt. Pra ky kapitull po mbyllet dhe një tjetër po fillon. Do të ndjesh përmbyllje, prekuri dhe një lloj çlirimi të dashur nga ciklet e vjetra. Mësimet që ke marrë deri tani janë të vlefshme absolutisht dhe tani është koha t'i përdorësh për të hapur një jetë të re, më me shumë vetdije dhe qartësi. Këshilla e kësaj letre është: mos e kthej kokën pas. Të jemi mirënjohës, bëhu falënderues për gjithçka që mbaroi, sepse aty fillon fuqia jote e re. Vetëdia të dashur, vetëdia, apo ajo që di, tre të kupës. Ti e di që shërimi vjen përmes gëzimit dhe njerëzve të duhur. E di që ke nevojë për njerëz që të ngrejnë, jo që të rrezojnë, që të ngrisin. Kjo është një periudhë ku duhet të rrethohesh me ata që ndajnë të njëjtën dritë, që të kujtojnë se jeta nuk është vetëm betejë, por edhe fest. Të mos harrosh të shijosh, pra, të dashur. Mos harro të festosh është këshilla, edhe gjërat më të vogla. Ato mbajnë shpirtin gjallë. Shpeshherë harrojmë kur kemi përjetuar ca gjëra që harrojmë të gëzojmë gjërave të vogla të dashur Luan. Nën vedia, ajo që nuk di. Në mbrëmtësi ke shumë ide, dëshira dhe fantazi që të shpërqendrojnë të dashur Luan. Mund të ndihesh e humbur me zgjedhjeve, çfarë dua vërtet, kujt t'i besoj,
çfarë të bëj. Në të vërtetë ke nevojë për qartësi. Jo çdo mundësi është për ty apo e mirë për ju kësaj radhe, dhe jo çdo ëndër është rruga jote. Këshilla, zgjidh me zemër, jo me frikë. Kur je i qartë me veten, çdo konfuzion zhduket. Ndikimi juaj personal. Në thellë ti ke një zemër që kërkon dashuri të vërtet, harmoni dhe familje emocionale. Ke aftësi të krijosh lumturi kudo që shkon, sepse mbrëmda teje ndodhet një dritë e butë që bashkon njerëzit të dashur Luan. Por kujdes, mos e mat dashurinë me sakrifica. Dashuria e shëndetshme nuk kërkon të digjesh për të ngrohur të tjerët. Mesazhi i kësaj letre është: mos harro, edhe ti meriton dashurinë që jep. Ndikimet e jashtme. Një figurë e fortë e qëndrueshme mund të jetë dikush që të ofron ndihmë, stabilitet apo që të shesi potencialin tënd. Kjo mund të jetë energji mashkullore që ndikon në rrugtimin tënd, Luan. Por edhe pasqyrimi i asaj që ti mëson, të jesh më toksor, më e organizuar dhe më realiste. Këshilla e kësaj letre është: merr ndihmën që të jepet, por mos harro forcën që ke vetë. Shpresa dhe frikrat të dashur Luan. Shpreson të ndihesh e dashur, e mbrojtur dhe plot. Por në të njëjtën kohë frika jote më e madhe është të mos mbetesh bosh duke dhënë shumë. Kjo letër të kujton të ushqesh dhe veten, ashtu si kujdesesh për të tjerët. Bukuria jote e vërtet qëndron të dashur Luan tek balanca mes dhënjes dhe pranimit. Mesazhi i kësaj letre thot: mos e mat vlerën tënde me sa jep, por me sa e do veten ndërkohë që jep. Dhe rezultati i leximit të juaj është 6 të shpatës. Ti po lë absolutisht një periudhë të vështirë, po kalon ngadalë drejt qetësisë. Dhe edhe pse nuk je ende në bregun e tij, je në lëvizje. Kjo është energjia e shërimit, jo e shpejt por sigurt. Çdo hap të largon nga dhimbjet dhe të çon drejt shërimit, dritës, paqes, apo sido që dëshironi ta quani atë. Këshilla e kësaj letre është: mos u kthe prapë për të parë sa larg ke ardhur. Vazhdo, sepse çdo ditë ku po shkon më afër, apo çdo ditë që e duke bërë, je duke shkuar më afër paqes, apo çfarëdo që je duke kërkuar, të dashur Luan. Ti nuk po humb, nga që kemi kullën këtu, kjo shëmbje tregon, por rilind. Çdo rrëzim ka qenë për të ngritur më lart. Mos e frikso rrugën e re. Është rruga që je lutur për një kohë të gjatë. Beso në forcën tënde, sepse ajo tashmë po të çon në një jetë më të vërtetë, më të qetë dhe absolutisht më të fortë, të dashur Luan.